Përshëndetje! Përshëndetje! Mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton. Solia Family. Bravo, mami. Unë jam Armela. Unë jam Solia. Babi është jashtë. Babi është jashtë. Tani, uroj që të jeni të gjithë mirë. Sot do të kemi hapje në një vlogu të ri. Ne... Që do thoj, mami? Qa? Që do thoj gjë? Ja. Okej. Sot unë e mora pushim nga puna, sepse Solea kishte një vaksin për të bërë dhe unë kisha infuzionin e zinkut për të marë, po. Solea bëri vaksinën sot e kraun, dërsa unë mora infuzionin, për këtë arsye jemi të dyja bashk, dhe Ensidi sot është pushim, po paradite kishte 2 termine dhe Ensidi, prandaj edhe unë e mora pushim që të mbaronim këto punët bashk. Solea kishte një nga vaksinat përsa i përket mbrojtjes ndaj pickimeve këtyre rriqrave. Në dozën e parë ajo e bëri në mars, tani në mars ose në prill duhet ta shikoj te fletore, tani kishte dozën e dytë, edhe doza e tretë është pas 10 muajve, shqyr zoti, domethënë se ka bërë shumë vaksina rresht, por më pas nuk e di se çfarë vaksine tjetër ishte që tha ajo, dhe vaksina tjetra pastaj në moshën 15 vjeçare, diçka e tillë, nuk jep temperaturë si vaksinë, thjesht nuk duhet të bëj sport, duhet të rrije qetë Solea, nuk i dhembi fare. I zgjati vetëm 1 sekond si vaksinë, ishte shumë e voçkël ajo gjipera. Pyeti Solea, na ishte e shëndetshme doktoresha, a je në rregull me shëndetin e Soleas? Po, tha Solea. E pa, e vizitoj pak nga parat e krahërori dhe nga mbrapa, i pa goje. Unë do iki tani të parti. Tani, para se t'i ki Solea, këtë fustanin e kemi bler tek te dëmeja, e zgjodhi vetë Solea. Edhe kishte një bet në kopësh. Si duket e ka parë që ka pas në i fëmija atje te kopshi, tha, dua dhe unë, tha, nuk kam asnjë fustane, tha, me qeri, tha, me qeshi, edhe ja mora, okej. Tani re, po është me gjyra të qëra, po jo të kuqe, po janë me gjyra të bashkuar. Po, gjithmonë, Solea kur ka vaksinën përfiton nga rasti se i blihet gjithmonë nga një dhuratë. Oke, pa qim. Qoftë në i lodër ose në një gjë. Kështu, që të thoja për atë doktoreshën e Soleas, nuk është se jam shumë e kënaqur në fakt nga ajo doktoresha, nuk është shumë e komunikueshme dhe miqësore, më shumë të presin ato infermierët që janë atje, që punojnë, se sa ajo, edhe gjithmonë mundohet që t'i mbylli gjërat shumë shpejt, edhe sot i bëri vaksinën Soleas, edhe direkt tha mirupafshim, nuk pyeti fare, domethënë se si shkonte goca. Gjithsesi Solea para pak javësh pati edhe një vizitë atë të 5 vjeçarit, edhe ka qenë Ensidi, unë kam shumë kohë që nuk shkoj atje, se kam qenë në punë, edhe ka pasquar gjithmonë Ensidi, kisha shumë kohë në fakt që nuk shkoj atë doktoresha, nuk pyeti fare si është Solea, a ka Solea ndonjë shqetësim? Okej. Si është Solea, a ka Solea ndonjë shqetësim, ndonjë gjë, nuk pyeti fare, edhe është shumë e ftohtë në shumë raste. Edhe kur erdhi në fillim, po prisim tek ajo dhoma e pritjes, edhe erdhi ajo infermierja edhe pyet atë, domethënë më sqaroi ajo për vaksinat, sepse kjo doktoresha gjithmonë është me super nxitim, nuk ka kohë fare. Ke frikë ta pyesësh domethënë për ndonjë gjë se nuk ka kohë, dhe herët e tjera që kur ka pasur Solea që nuk ka qenë shumë mirë nga shëndeti, që kemi qenë atje, e kam pyetur e kështu, ka thënë që gjithmonë i ka rënë shumë për shkurt gjërave, por që duke qenë se Solea ka pas vaksina të rresht për të bërë, edhe nuk kam dashur që ta ndroj, gjithsesi mbase do interesohem, do pyes, mbase gjej ndonjë doktoresh më të mirë, edhe sigurisht që do ta ndroj Solean, po e kam lënë vetëm nga puna e vaksinave se i ka pas këto vaksina të rresht. Solea erdhi prap, Solea ndenjë aty me mua, sa mbarova infuzionin për rreth 20 minuta, gjysmore diçka e tillë. Kësaj radhe nuk më dhemi shumë krau, edhe ndjem pak më mirë tani, sigurisht që Solea s'fare. Efektin ajo jep mbas disa orëve ose nesër ose mbas disa ditëve, ndihesh pak e lodhur e kputur. Si kush ka vaksinën? Mami e kam këtu te krau. Edhe Solea e ka këtu. Do bëj analizat prap pas 10 ditësh për të parë sa është niveli i hekurit edhe i zinkut, këtyre mineraleve në gjak.
Nëse do kem nevojë pastaj, do ta bëj prap infuzionin, nëse s'kam nevojë, do ta përfundoj me kaq, prandaj do shkoj sërish edhe do e bëj sërish këtë analizën e gjakut. Solea, që do thoje? Edhe ne babi haravi çantën e babit, edhe haravi edhe çelësi e makinës në çanta. Po, tani neve kur po vinim, se janë shumë gjëra për treguar, neve kur po vinim për shtëpi, shiko Solea, nuk e harrojmë. Kur po vinim për shtëpi ishim me autobus, edhe Sidi ka harruar çantën. Ka harruar çantën lart tek autobusi. Kur po vinim këtu te shtëpia do hapnim derën, tha ku e kam unë çantën? Tha ku e ke? Thash ku, mos e ke lënë në ndonjë vend ku ishe? Jo, tha e kam harruar tek autobusi. Mora direkt atë qendrën e autobusave, në telefon i thash që po udhtoni me autobusin e linjës që udhëtuam dhe i thash që kemi harruar bashkëshorti ka harruar autobusin. Edhe babi mori ti mori një gjë? Mami mori një tet, edhe teta do vi edhe do ikim në kjo autobusit, teta edhe të ta marri këtë çantën edhe do vi prap, alles gut. Po, e mora në telefon atë zonjën, u përgjigj një zonjë domethënë edhe tha që do ju telefonoj pas 5 minutash, na mori sërish në telefon, edhe çantën tani e ka marr shoferi, e ka shoferi dhe kur të kthehet shoferi këtu tek stacioni i shtëpisë, do dalë Sidi dhe do ta marri. Nuk ishim ulur edhe tek sedilet e para, Sidi ishte ulur mbrapa autobusit, mbrapa shoferit. Edhe unë dua të them një gjë. Papi ishte vetëm ulur, edhe unë, edhe mami ishte të dy ulur, babi e heqi qik të çantën, edhe e leve qik të nuk të lollet të... Mos të lodhet kurrizi. Po, edhe levi edhe iku në shtëpi dhe neve harrovëm çantën. Këtë pra, shumë mirë Solea, e kujtoj Solea se do ta thoja edhe unë, por ja ma kujtoj Solea. Kjo për sa i përket vaksinës, infuzionit tim, edhe çantës e Sidit që harroi lart në autobus, por fatmirësisht nuk është se kishte shumë gjëra me rëndësi, kishte çelësat e shtëpisë, okay, edhe çelësin e makinës, por që gjë tjetër tha nuk kam, portofolin e kishte me vete. Edhe neve morëm tani gjërat për të bleur, edhe do bëjmë edhe pastaj ma helhoj. Po, tani Solea i blem këtë fustanin, ka marrë edhe një palsyze të dëmeja Solea, edhe këto shapkat. Po kopësht, e përdorim edhe qiktu. Për kopësht, për shtëpi mori edhe një palë sandale, do t'ju a tregojmë Solea. Po është sandale, në to pusate. Këtu mbrapa është Sidi te balkoni, do bëjmë zgarë, sepse koha sot nuk është shumë e mirë, është ftohtë, nuk po bie shi, pak fare ra. Ja dhe syzet e Soleas, vendosi pak syzet? Zgjodhi një palë nga ato modelet e zeza thjeshta fare, siç përdorim neve. O jetë. Tani do bëjmë më pastaj tha dua si këto tjerat, tha, po. Edhe tani do bëjmë vetëm alkohol, pa qim në sonojnë të bëni YouTube, subscribe. Bravo. Pa qim, shumë puqim, mua. Bravo, Solea. Që po thoja? Po thoja që koha nuk është shumë e mirë, edhe i thash Sidit, se Sidi kishte qef bënim që dije zgari, thash, dije nuk e di se qa bëjmë domethënë, edhe me që sot nuk dalim dot, nuk shkojmë dot diku, është ftohtë, e thash Sidit, okay, bëjmë zgarë më mirë, edhe kalojmë ditën bashk me njëri tjetrin, edhe ham ndonjë gjë të mirë, edhe rrim bashk, pse jo? Kështu që sot do bëjmë zgari, ishim tek Edeka, morëm mish edhe salçiçe, do i vendosim ato për pjekur, do i marinojmë. Ndërsa tek dëmëja, mori Solea këto syzet, mora dhe unë disa gjëra. E di, ne do ta tregojmë më të mirë të gjëra. Po, do të tregojmë tani se ç'a morëm të dëmëja dhe jo tani, unë do dali vetëm. Do dali Solea, okay. Po ju a tregoj me nxitim se çfarë ka marrë, sepse duhet të bëj edhe disa përgatitje për drekën dhe po shkon shumë vonë në fakt. Që po thoja, këto lule shtrydhet e thata i marrë për Solean, i ka Solea shumë qef, janë shumë të mira. Edhe këto 2 çokollatat i ha Solea. Këto
Një çashka. Këtu janë 2 orbi, lëpirë për soler me shije lule shtrydhe, buka ime që e marrë tek DM-ja. Kjo është një çokoladë me 70% kakao. Kjo është keratin për flokun, e përdor për pjesën e majave nga gjysma e flokut e poshtë edhe ma mban flokun shumë të butë dhe nuk më ngatrohet dhe më krihet shumë lehtë, është shumë e mirë e kësaj firmës Balea. Nuk është në një firmë e shtrenjtë ose ndër më të mirat, por kjo më pëlqen shumë kjo keratina e kësaj. Edhe produktet e shampos kjo më duket se i ka të mira. Kishte edhe shampo që laje flokun me keratin, domethënë, mbasi do ta provoj edhe njëra të shampon. Një gjë të re që kam marrur për kujdesin ndaj fytyrës është kjo firma e Dr. Altea, vitamina C. Kam parë në internet, në Instagram, që kjo ishte super vitamin, shumë e mirë. Po përdor momentalisht atë të Geek and Gorgeous, si e ka ajo. Edhe ajo është shumë e mirë se ka një përqindje shumë të lartë të vitaminës C, por kjo kishte shumë review të mira në internet edhe mezi po pres që ta provoj. Mora nga kjo firma e Dr. Alteas edhe këtë kremin 3-4-5. Kush i ka provuar këto produkte të më thoj. Jam shumë kurioze ta di se çfarë efekti kanë pasur këto tek ju, edhe ky kremi ishte shumë i mirë, riparues, rigjenerues ndaj njollave që të lënë puçrat. Do ta provoj edhe këto, jam shumë kurioze, domethënë se çfarë efekti do kenë këto tek lëkura. Këto janë për lëkurat i ndryshme, mikse në të ndryshme siç është edhe lëkura ime. Këto janë edhe sandalet që zgjodhi Solea. Mbaj mend që kam patur edhe unë kështu kur kam qenë e vogël si ky modeli. Tha si këto s'kam pas asnjëherë, ta dua këto, tha. Okej, thash edhe mori këto. Bravo. Questa rotola mamma. Ice për Solea, do ta fusim në frigorifer. Edhe ha Solea pastaj kur të ngrihen këto. Pa. Përshëndetje edhe nga një ditë tjetër.
Ne sa po erdhëm në shtëpi, jam bashkë me Solean, edhe ishim në supermarket. Edhe Solea ka dëshirë që t'ju bëj një supermarket haul. Vetëm do ta bësh? Apo do ta bëjmë bashkë me mamin? Okej. Gjërat i kemi bler tek Lidl, edhe do ju tregojmë se çfarë kemi bler. Solea thotë do ta bëj unë supermarket haul. Sikur ishte didi që të dy. Po, si tek vlogu i fundit dhe ka qef të dali vetëm Solea tek supermarket haul. Ndiqni Solea në një supermarket haul. Halo, tani hajde vazhdojmë. Okej, Patini, Bon notte. Se ka marrë të bukur? Buk. Qërshi? Amita pjeshke? Jam i motelli. Vis? E qape. Kudës të bje buk. Vis? Tomater. Domate, po? Qasja? E qa është? Qa është ajo? Si thuhet ajo në Shqip? Kungru. Mish. O bobo një Po pesh. shapule për Solean. E pesh. Just baby. Nuk e dhe që shka. Në qep dhe shumë të qëtër. Për që janë ato kokrat? Kokrat janë vazili. Qëmi? Vazili. Uli. Okay. Qep. Qep të njoma. Qep të nëmë. Vëmon. Pesh. Pjesh. Pjeshk. Vez. Tim të vez. Po, dy vezë ma nësë ishën vogla. E qik? Pjene qike, po. Okay. Karote. Karota, bravo. Karoet. O bubuni karoet. Vazhdojmë me lënën. Me çantën e dytë. After spray. Mastrolindo për banjo, thashtë të provoja një herë këtë se kam provuar një herë. Vaj vivi. Vaj lule djelli. Po të la robat. Aromë, nga të preferuara ime. Edhe ime. I kam dy pako aty, po 2 shishe, tash marrë dhe një me që ishte me një ofertë. Unë kam qefe në unë. Po. Oke të lamin ku e kam u qefe. Shumë gabim, por që e morëm një herë në kaq kohë. Kemi shumë muaj që nuk ham, kështu që një e morëm. Peshk. Peshk Tom, qefe. po. Tom chicken. Tom peshk. Tom peshk. Bok. Peshin buk. Coca-Cola. Fanta. Kjo është Mezzo Mix. Mix. Megas? Uj me gas, po. Megas. E babi përdor, te përdor Google, edhe e pëtësile. Dhe kjo është për babi. Për shpargoje. Për shpargoje. Po. Për roba? Jo, kjo është Për dhe enat. higjenizues, pastrues, kështu. Nga kjo. Një djath. Uj me gas. Edhe uj me gas. Peshki. Peshk. Një
peshk që presh. Shumë. Okej. Kanë kushtuar 62,23, por 14 euro bënin shishet, kështu që 62,23 plus 14 bëjnë 76,23 euro kanë kushtuar të gjitha këto gjërat që morëm tek Lidl, edhe kishte goxha oferta me thënë të drejtën, plus me Lidl Card ka marrë edhe disa cent zbritje. Pej, unë kam një gjë. Pej, të vim prap. Pej të mëse që koma, pej që. Edhe kam haruar edhe një gjë, është lipstick-i ime. Shumë e bukën e, të shkëm afer. Edhe Këti vlogu i ka ardhur fundi, unë ju falenderoj nëse e keni ndjekur vlogun deri tani, ju ftoj të bëni një subscribe, faleminderit. Edhe YouTube-in. Po, ju ftoj të gjithëve të bëni një subscribe, një like, edhe një comment, share videos, nëse mendoni që kjo video ishte e bukur edhe duhet ta shikojnë edhe persona të tjerë. Ne do të shihemi sërish në vlogun e radhës. Unë ju përqafoj dhe ju dërgoj shumë dashuri. Mirupafshim. Shumë buqe, mua.